Mirëdita të gjithëve, të nderuar kolegë këshilltar, të nderuar pjesëmarrës. Po filloj me mbledhjen e këshillit, mbledhjen e radhës të këshillit bashkiak, sikurse jeni njoftuar. Në radhë të parë bëm një verifikim të korumit. Në sallë janë 16 këshilltar dhe korumi realizohet dhe mund të vijojmë me mbledhjen. Ju ftoj të miratojmë rendin e ditës me të cilin jeni njohur, është bërë dhe publik. Kush është dakord? Kundër? Nuk ka, abstenim nuk ka, miratohet rendi i ditës prej 16 pikash, po të marrim edhe diskutimet e tjera. Më lejoni t'ju njoh me vendimet e mbledhjes së kaluar, të cilat janë në gjithsej 10, 5 vendime me karakter normativ dhe 5 të tjera me karakter kolektiv, por të paktën këto me karakter normativ të cilat kanë shkuar në institucionin e prefektit dhe kanë marrë dakordsinë e prefektit Qarkut. Dhe ju ftoj të miratojmë protokollin e mbledhjes së kaluar. Kush është dakord me protokollin e mbledhjes? Kundër? Nuk ka, abstenim nuk ka. Miratohet protokolli i mbledhjes së kaluar. Tani, hajde kryetar më së erdhe. Kalojmë, sipas rendit të ditës, kalojmë tek pika 4 e rendit, që është projekt vendim për dhënien e ndihmës ekonomike nga fondi 6% për muajin prill 2026. I lutem Komisioni përkatës për ndihmën ekonomike. Po. Përshëndetje kolegë këshilltar, përshëndetje kryetari i këshillit, përshëndetje kryetari i bashkisë, përshëndetje pjesëmarrës në këtë takim. Mbledhjen e këshillit bashkisë, ne si komision bëm takimin me telefon në që nga salla, sepse ashtu ishin mundësitë dije. Përsa i përket ndihmës ekonomike, i pam ato listat, duhet të sqarojmë një diçka të cilën edhe me ekzekutivin kemi biseduar. Në kontrollin e këtyre ndihmave janë bërë dhe disa ndryshime ose disa heqje nga skema, sepse sipas kritereve të janë bërë dhe verifikimet dhe mundësia e disa familjarë të cilët sipas radhës edhe nuk janë paraqitur siç e ka dhe ligji. Menduam që si antarë të Komisionit për ndihmën ekonomike, listat që pam parafrakisht e uftoj të gjithë për ta miratuar. Faleminderit. Faleminderit. Kemi gjë tek pika 4? E kalojmë votim. Kush është dakord me pikën 4? Kundër? Nuk ka. Abstenim nuk ka. Miratohet pika 4. Faleminderit. Dhe sipas rendit të ditës kalojmë tek pika 5, që është projekt vendim për dhënien ndihmë financiare për familjet në nevojë. Dhe janë 5 familje këtu në projekt vendim. Hermanda, ne kemi 5, lutem na sqaro kush është edhe një tjetër? Kemi zonjën Lavdije Konica, Edlira Demko, Dritan Muka, Valentina Miti dhe Sergio Hoxha. Është shtuar edhe një në materialet ne kemi dërguar faktikisht, po ndoshta gabimisht nuk ishte shpërndar materiali i këshillit. Ka edhe një rast tjetër, Alma Manka nga Njësia Administrative Pojan, e cila është një familje në vështirësi ekonomike dhe duhej mbështetur sipas menaxhimit të rastit të mbrojtjes së fëmijëve. Mirë, faleminderit. Kemi ndonjë gjë tjetër? Po. Ne i pam edhe këtë që thotë vajza për të shtuar, ram dakord ta fusnim sot, se dokumentat nuk e di se shu. Jemi dakord të shikojmë, po unë kam gjithmonë e kam
ngritur këtë shqetësim se I pash ato familjet të më smundura shumë. Duhet të jemi shumë më të kujdesshëm me këto se shumë familje ka kështu dhe unë nuk jam për ata që të presim ndihmën njerëzve, të marrin ndihmë, po dhe duhet parën çik me anën shëndetësore, me dokumentat, me gjërat jeni sa më të kujdesshëm. Faleminderit. Kryetar, kishe gjë të kjo? Mirë, kemi gjë tjetër? Çfarë ka? E kalojmë në votim atëre, pikën 5, kush është dakord? Duke shtuar këtë zonjën në fund. Kemi 5 emra, është dhe kjo zonja Alma Manka. Kundër ka? Abstenim? Nuk ka, me 17 vota pro, miratohet. Kalojmë tek pika 6 e rendit të ditës, që është projekt vendim për dhënien ndihmë financiare të menjëhershme për familje të nevojë. Dhe është fjala për një familje e cila I është djegur banesa, në mos gaboj, komisioni kemi ndonjë gjë tjetër? E kalojmë votim atëre, kush është dakord me pikën 6? Kundër? Nuk ka. Abstenim nuk ka, miratohet pika 6, faleminderit. Kalojmë tek pika 7 e rendit të ditës, që është projekt vendim për disa ndryshime në vendimin e Këshillit të Bashkisë Maliq me numër 2, datë 8/1/2026. Rishqyrtimi I vendimit të Këshillit të Bashkisë Maliq numër 147, datë 24/12/2025, për miratimin e numrit të punonjësve, nivelin e pagave të administratës të bashkisë dhe strukturave të tjera të varësisë I ndryshuar. Komisioni Financës. Po, bëhet fjalë për një projekt vendim që ka të bëjë me ndryshim për vendimin tim jo në strukturë, po në ndryshim në nivelin e pagave, sepse nuk ka shtesë të numrit punonjësve, po vetëm për një kategori që është menduar nga ana e bashkisë që të ndryshojë paga në funksion të kryes të detyrave të tyre. Bëhet fjalë për në sektorin e kulturës, në sektorin e shërbimeve, nëse marrim me radhë, dhe jemi okay që këto paga të ndryshohen, të rriten ashtu siç është propozuar. Këto kishim. Zoti kryetar. Në fakt është një problematikë në totalin e përgjithshëm të strukturave të bashkisë, duke qenë që në vendimarrjen që kemi marrë në miratimin e buxhetit, ne kemi ulur një numër të orëve të punës për punonjësit, po thuajnë në përgjithësi, edhe të ngarkesës që ka në punë, por edhe të performancës që ata japin her pas here. Ne po ta shikoni se kemi sjell her pas here disa ndryshime, duke parë performancën apo ngarkesën që ka çdo punonjës në territor, edhe sipas propozimeve që na vinë nga drejtuesit që kemi në sektor. Pasi në momentin kur kemi miratuar buxhetin në fund të vitit kaluar, ne kemi bërë një propozim Këshillit dhe është bërë një miratim sipas atij momenti që flasim, sipas njohjes, performancës, ngarkesës. Ndaj në disa raste ne u kemi sjell edhe ndryshime të këtij lloji, nuk ndryshon numri i punonjësve, por ndryshon përmirësimi me një orë apo me një shtesë brenda limitit dhe atyre të pagave. E njëjta gjë ndodh edhe për disa punonjës, kemi 2 punonjës të tatim taksave, një në Libonik edhe një në Moglic, që janë me shkollë të mesme, të cilat nuk I kinin material, të cilat doja t'i propozonja për t'i përmirësuar me 5.000 lekë orën e punës, edhe një inxhinier mekanik I cili duam t'i shtojmë 5.000 lekë, ta përmirësojmë për efekt të asaj çfarë unë citova pak më lart. Qofse gjejmë mirëkuptimin e Këshillit, bashkë me këto 2 ndryshime të bëjmë komplet miratimin e këtij projekt vendimi. Po? Se ne diskutuam dhe në Këshillin e Ekonomisë, në komision, siç më thashë, por të lepër të dëshiruar puna në teren, nuk ka punëtor që të vijë dhe të shikoj punonjës kemi shumë në listë, por të vinë vetë të shikoj edhe ti kryetar ke erdhur, është për të ardhur keq, domethënë kjo pjesë nuk kemi. Nuk jam kundra që të rritet rroga,
por duam edhe punën. E vërtet. Se ne paguajmë taksa, paguajmë tëra. Unë kam 2 muaj që po ju them, kam marrë drejtorin e shërbimeve, kam marrë gjithë dhe në një farë mënyrë na prozvalin. Duke paguar taksa, duke paguar çdo gjë. Dhe shërbim ne nuk kemi fare. Dhe kjo është për të ardhur keq. Keq më vjen, po kjo është realiteti. Dakor. Unë shiko tani territori bashkisë është shumë i madh. Edhe tashmë kemi arritur deri në atë pikë sa çdo gjë e kërkojmë t'ja bëjmë neve. Domethënë që nga pastrimi i kanalit apo i derës shtëpisë, themi, që nga varrezat publike nuk është për të ardhur keq, nuk po i heq asnjë presje asaj që ju citoni, por ka një neglizencë, ka një mënyrë çfarë them nga gjithë komuniteti, të cilët nuk përfshihen në punë të cilat kanë të bëjnë me lagjen e tyre, me oborrin e tyre, me shërbimin të ndryshme që janë se nuk mund të arrihen 81 fshatra, që të mund të mbulojnë me 1 punëtor apo 2 punëtor që ne mund të kemi në fshatra, ka fshatra që s'kemi punëtor fare, apo i mbulojmë me 1 punëtor, mbulojmë 3-4 fshatra për shërbimin e vorrezave, se nëse do të kishim shkollë e punëtor, vorreza e punëtor, kanale e punëtor, do të thoshte që numri i tyre të ishte, nuk mund ta imagjinojmë dot sa mund të shkonte. Ndaj edhe shqetësimi juaj është me vend që duhet patjetër një kërkesë e madhe llogarie, por le të jetë ky një apel edhe për komunitetin i cili duhet të jetë bashkëpunues edhe secili të bëjë një punë tek dera e shtëpisë, po themi, tek për të korrur barin aty. Jo çdo gjë pritet nga ne, por pritet çdo gjë që çdo gjë ta korrim barin ne në çdo cept të bashkisë, tini të bindur që s'kemi për ta arritur dot kurrë. Ndaj dhe mirëkuptimi, bashkëpunimi edhe kontributi në komunitet do të ishte një, por nuk i heq asnjë presje që nga ne, nga strukturat tona duhet kërkesë llogarie më madhe, edhe nuk kam asnjë ankesë që edhe ju si këshill të ngrini një grup pune dhe të verifikoni në terren dhe punën tonë konkrete, edhe të sektorëve konkret, duke ardhur e duke parë, edhe duke i vënë para përgjegjësisë se jemi për një qëllim të përbashkët të 2 organet, edhe këshilli edhe kryetari i bashkisë, që punët të jenë sa më efektive në territor. Kryetar, doja të thoja se unë nuk po them për pjesët e oboreve që njerëzit nuk po i pastrojnë, por janë objektet e bashkisë, janë shkolla, ish shkolla, janë kopshet, janë ku është se unë po them për pjesë, unë them për pjesë kolektive. Nili. Unë desha të shtonja këtu, shumë mirë u tha dhe nga këshilltari dhe nga kryetari i bashkisë, sepse që nga vetja ne jemi këshilltarë të zgjedhur, dhe duhet kërkojmë vetvetes një herë të parë, se unë filloj edhe që nga njerëzit angazhimi këshilltarët që vinë në mbledhjet apo në të gjitha gjërat, duhet edhe atje në komunitetin ku janë të zgjedhur, edhe në të gjithë fshatrat duhet të bërë një punë sa më shumë të flasim me komunitetin, se është e vërtetë ajo që tani edhe derën e shtëpisë nuk mund ta pastroj as punonjësi, por jam në atë që tha dhe këshilltari që kryeplejt duhet të vijen në dispozicion të punëve të atyre punëtorëve që ti shikoj, ti reklamoj dhe ti stimuloj dhe ti kërkoj dhe llogari, edhe qoftë edhe ekzekutivi. Ata që ata justifikojnë ditën e punës, kushdo që është, se ne i flasim punëtor, po 2 punëtorë nuk mund ta mbulojnë tërë Libornikun. Kjo është e qartë. Po, me këtë jam dakord se duhet secili nga neve, e them me bindje këtaj, që duhet të kërkojmë edhe vetvetes edhe familjeve ku janë rrugë. Se vërtet kërkojmë unë kam rrugën atje që do t'i them të ndryshme dhe mos e përzigje, që ka për ta bërë bashkia, që nuk e bëjnë dot, po pastrimin duhet ta bëjnë edhe vetë qytetarët. Kjo do të jetë se ka qenë edhe traditë shumë e mirë, po ka humbur çdo gjë. Do thoshti kanë mbetur vetëm pleq, kanë mbetur, po secili ku ka një mundësinë ta bëjë atë punë. Edhe jam plotësisht dakord që ka fshatra, ndjes si ndërpres ka fshatra që dallojnë nga njëri tjetri. Dhe kjo dallon jo për punën tonë të veçantë në atë fshat, por për punën e komunitetit. Midis tyre, po marr edhe të Rovën, po marr fshatra të mëdha, Vashmia. Mund të shkosh në fshat, e ke të pastër dhe nuk gjen as plebaktie, as plera, as gjë. Pse është kështu? Jo se ne aty bëjmë një punë ndryshe nga fshatrat e tjerë, po komunitetet e këtyre fshatrave, ka të tjerat, po mora vetëm një element, janë më kërkues edhe ndaj vetes tyre njerë, se le komshiu komshin, e ja kërkon që të pastroj një copë kanali i njeri, të pres barin aty, të mbjell 2 lule dhe kështu mund të bëhet gjithçka. Patjetër ne duhet marrim përsipër gjërat kolektive, pastaj gjërat e mëdha që s'mund t'i bëj asnjë familje vetë. Betrit po. Nili, patjetër duke miratuar të ndryshime, do të sugjeroja që në lidhje me strukturën dhe me nivelin e pagave,
duke sikur çdo mbledhje këshilli bën ndryshime. Për mendimin tim kjo e bën një strukturë pak jo të sankse, struktura është si një kostum i qepur mirë në fund të dhjetorit, por gjatë vitit me të ndryshime ky kostum harnohet apo bëhet dhe pa kuptuar. Prandaj do të thosha që ndryshime duhet bëhen, por jo të shpeshta, jo kaq të shpeshta, sepse struktura është bazë. Ato mund të grupohen në periudha, por mund të bëhen më të studiuara në momentin që hartojmë buxhetin në fillim të vitit, që këtë strukturë ta kemi solide dhe edhe të monitorueshme. Këtë do të sugjerojmë. Faleminderit. Kemi gjë tjetër? E kalojmë votim atëre. Pika 7. Kush është dakord? Kundër? Nuk ka, abstenim nuk ka, me 17 vota pro miratohet pika 7 dhe kalojmë tek pika 8 e rendit të ditës, që është projekt vendim për miratimin e shpërblimit me honorar për angazhimin e një koreografi për ngritjen e ansamblit të valleve pranë valleve popullore pranë qendrës kulturës multifunksionale Dimitri Orgocka në Maliq. Komisioni i Kulturës. Atjetër derisa do fillojë të funksionojë edhe shtëpia e kulturës, duhet një i tillë që të krijojë vazhdimsinë dhe valleve dhe të koreografisë për të rinjt që do të trajnohen. Ne jemi dakord, është menduar që të miratohet. Ne nuk kërkojmë shtesë fondesh, pasi fondi është parashikuar në buxhetin e strukturës kulturës me një pozicion të përhershëm në koreograf, por duke qenë që nuk gjejmë koreograf që ta kemi me orë të përhershme dhe e marrim part-time, të themi, dhe edhe po vjen ky ndryshim, ndoshta ky projekt vendim Alma mund të kërkojë edhe ndryshim në fondet buxhetore për kalim nga 600, 601 në 604, nuk e di si keni strukturat buxhetore, për efekt që nga fondi pagave të kaloj për honorare që ta keni pasaj. Dhe besoj që këshilli ta marrë bashkë me këtë ndryshim edhe tjetë mi plot, besoj ky projekt vendim. Ndoshta nuk e di, jam se kam merak pasaj do sillen në një projekt vendim tjetër për ndryshim fondi. Faleminderit. Po, faleminderit. Kemi gjë tjetër? Kemi ndonjë pyetje? E kalojmë votim duke marrë parasysh edhe korrigjimin e zërit buxhetor. Kush është dakord? Kundër? Abstenim nuk ka, miratohet me 17 vota pro. Dhe kalojmë tek pika tjetër e rendit të ditës, pika 9, projekt vendim për disa ndryshime në vendimin me numrin 146, datë 14/12 për nivelin e taksave dhe tarifave vendore, administrimin e tyre në Bashkinë Maliq, penalitetet dhe shkelet apo kundravajtjet administrative për vitin 2026. Komisioni Bëj shpjegimet kryetari dhe pastaj Komisioni Financës. Kryetar, lutem. Janë disa rregullime në paketën fiskale të vitit 2026 që ka të bëjë për tarifat e ndryshme të blegtorisë, tarifa minimale, edhe janë të mbështetura në ligj, të miratuara me ligj parlamenti, edhe për parqe voltaike, edhe pse ne skemi, po pse le të jenë pjesë e paketës fiskale, se në çdo rast mund të ndodhi, tarifat ndryshme për dhenë, për dhitë, për kullotje, nuk besoj se ka në një, dhe kemi bërë dhe një shtesë të themi për bizneset të mëdha të cilat kanë NIP sekondar, të cilat ne deri dje i kemi tarifuar si biznese të reja, apo si biznese unike të themi, edhe po të vinin të kishin një NIP sekondar. Tani kemi bërë një ndryshim të tarifës pastrimit, ndriçimit dhe të gjelbërimit, që mos e rëndojmë që ajo të paguaj të njëjtën tarifë në 2 vende, po ta paguaj diçka më të ulët, ndaj dhe kemi propozuar, po të shikoni pikën e dytë aty, për taksa mbi biznesin e madh, për ato të cilat janë njësi rishitse, themi. Ai mund të ketë qendrën në Korçë dhe të ketë një NIP sekondar në Maliq, të mos ketë të njëjtat gjëra, ose edhe në vendet tjera. Këto ishin propozimet që ju kemi sjellë. Faleminderit. Me këto ndryshime, Ja një moment, pastaj. Po, Petrit.
Berimiri që e shpjegoi kryetari, por këtu nuk ka një relacion. E kim dhe relacionin? Jo, s'ka. Ndoshta sa i ka dërguar. Tani unë e materiali që ma ka dhenë Gerti e ka me gjithë relacion. Tani qofë se mua ma ka dhenë, ju se u ka dhenë. Është në faqen mbrapa, është. Do ta bëni këtë pyetje sepse unë e di që ka patur tarifa për këto një pjesë, domethënë. Po? Lidhur me tarifat në sektorin e pyje dhe kullota, është një ripasyurim i legislacionit. Janë pasuar ndryshimet të ligjit. Ka pësuar ndryshim ligji. Dhe prandaj. Ndërsa për pjesën e dytë të projekt vendimi, që ose më lejoni, për pjesën e njësive rishitse, bëhet fjalë për subjetet e mëdha të cilat në niptin e tyre sekondar ushtohen pritari të ndryshme nga ajo kryesore. Që do të thotë, në selin kryesore kanë aktivitet kryesor prodhim dhe në selin e dytë, në aktivitetin e dytë kanë shitja. Në qoftë se do jetë dhe selia e dytë sërish prodhim, nuk përfitojnë nga kjo zbritja. I shpjeguar ato. Po, në që. Me që se jemi këtu tek taksat e biznesit të madh, unë jam ndër këto bizneset të mëdha dhe e kemi diskutuar shumë herë të pjesë që ne paguajmë taksa për shërbim s'marrim. Unë aktualisht paguaj, me qenë se është dhe drejtoresha, e di shumë mirë, 520.000 lekë në vit vetëm taks pastrimi dhe unë nuk kam një kosh. Kam një vit që e kërkoj dhe është për të ardhur keq, prandaj do them që këtu është s'dim çfarë të themi. Drejtoresha është dhe vend dhe në DNI. Kemi bërë dhe mbledhjen në njësinë administrative, po u bë një vit e gjysmë që ne taksat i paguajmë dhe shërbim s'marrim. Tani shërbimin e pastrimit ne e mbulojmë me sipërmarrje, edhe i gjithë mbulimi i sipërmarrjes bëhet sipas planifikimit që është bërë edhe ndarja e kosheve të themi, apo sipërfaqet e pastruara, apo të korrura në çdo territor të bashkisë sipas një limiti të përcaktuar që një kosh duhet të jetë, po them kot, në 10 familje, 20 familje, në një lagje. Ne kemi probleme në lagje që nuk pranojnë ta kenë koshin afër dhe fillojmë i spostojmë i bëjmë. Ne nuk mund të çojmë kosh në çdo biznes, por që të ketë në afërsi të tyre patjetër, dhe duhet shikohet mundësia që në afërsi të edhe të biznesit. Duhet parë si rast, po e kam llafin se nëse ne kemi 800 biznese, duhet të çojmë 800 kosha. Tarifa e pastrimit nuk do të thotë që duhet të ketë secili biznes koshin e vet. Jo, shërbim patjetër. Tani, unë nuk besoj se mbetjet që ju nxirrni nuk i merr dikush. E kuptoj tani. Edhe për të shpjeguar diçka, jo të gjitha bizneset, edhe bizneset e mëdha, bëjnë mbetje apo prodhojnë mbetje njësoj të gjitha. Nuk mund të prodhojë njësoj mbetje një linjë e përpunimit metalik të themi me një supermarket. Por ideja është ne i kemi të standardizuara siç janë kudo, që çka bizneset të mëdha e kanë vlerën 50.000 lekë, me idenë që bizneset e mëdha kontribojnë tek e përgjithshmja edhe për një pastrim më të mirë të fshatrave, të rrugëve, të qyteteve, të gjithë zonës, pasi e kanë edhe çik mundësinë më shumë. Domethënë ngarkesa e tyre shikohet edhe në këtë linjë. Po marr kot tarifën e ndriçimit, nuk është e thënë që ai paguan një tarifë ndriçimi në muaj apo në vit dhe duhet të ketë patjetër dritë në shtëpia e tij. Jo, do ketë rruga kryesore, pastaj fillojnë rrugë dytësore, e për të thënë, a ka mundësi ti shkojmë deri në shtëpia e tij? Kjo do ishte më e mira. Dhe ne ndaj synojmë hapa sapi ta përmirësojmë edhe ndriçimin rrugor, edhe pastrimin, da kemi mundësi të vemi tek çdo biznes me një kosh më të vogël, të themi. Me kosh i cili mund të jetë plastik dhe ne jemi gati duke krijuar një projekt pilot për të bërë që mos kemi kosha më fare. Do ta fillojmë nga qyteti Maliqit, që t'i heqim koshat në zonat caktuara, që ata t'i mbajnë brenda banesave të tyre dhe kanë mundësi që ato t'i ndajnë sipas llojit të mbetjeve dhe ne të ulim tarifat dhe të fillojmë të riciklojmë. Është një projekt pilot që mendojmë të realizohet shumë shpejt dhe Maliqi do jetë nga të parat. Ne kemi zona edhe në Maliq, lagjet e sipërme nuk kanë kosha, po ka një ditë të përcaktuar që makina vete i merr mbetjet dhe janë zonat më të pastra që ne kemi. Ka forma të ndryshme, ndoshta kjo është një moment diskutimi që duhet na angazhojë të gjithëve dhe Këshillin dhe ne për të bërë të mundur që të fillojmë të ndryshojmë edhe të ulim sasinë e mbetjeve që çojmë në lëndfill, se atje paguajmë për çdo ton mbetje që depozitojmë. Shqetësimi juaj
po jo vetëm juaj, ka dhe biznese tjera të cilat nga vendi që kanë, nga pozicioni që kanë, nga largësia që kanë, duan kosha dhe kanë të drejtë se paguajnë tarifë pastrimi dhe duan shërbim, kjo duhet ndjekur hapasapi dhe patjetër duhet vënë në shqetësimin e drejtorisë shërbimeve e cila e ndjek gjithë pastrimin e zonës dhe të qytetit. Unë të falenderoj për shqetësimin dhe patjetër do ta shikojmë edhe duhet zgjidhur sa më parë. Faleminderit zoti kryetar. Kemi gjë tjetër këtu? E kalojmë votim. Kush është dakord? Kundër? Nuk ka. Abstenim nuk ka. Miratohet pika 9 e rendit të ditës. Dhe kalojmë tek pika tjetër. Pika 10. Projekt vendim për miratimin e raportit të parë të monitorimit të buxhetit për 4 mujorin e parë të vitit aktual, të vitit 2026. Komisioni Financës. Patjetër që jemi dakord për të miratuar këtë raport, sepse është një fakt që ne duhet ta kalojmë, por duhet shohim brenda raportit aty ku është dhe thembra e akilit në realizimin e të ardhurave. Plani 4 mujor i këtij viti është më i ulur nga plani 4 mujor i vitit kaluar, edhe realizimi është më i ulur nga realizimi i 4 mujor i vitit kaluar. Pra nuk është një tregues i kënaqshëm. Ajo që kemi folur në mbledhjen e kaluar që ndikon, mendojmë edhe që u miratua edhe nga Këshilli i Bashkisë, është kalimi i taksave pranë ujësjesit. Në muajin e kaluar na tha që nuk kemi dakord për lidhjen e kontratës. Por u bën 3 muaj që akoma s'është lidhur kontrata. Derisa e miratuam dhe ky kalim siguron të ardhurën të mëdha, besoj se nuk do të lëmë mbasdore sepse edhe të ardhurat kanë rënë. Është një nga rrugët që mendohet që të rriten të ardhurat, por duhet realizuar. Tash pengesën nuk e dim, mund ta i shpjegojnë specialistë. Një nga arsyet edhe shifrave dhe e njërenje të themi të mos realizimit të ardhurave ka të bëjë edhe ky moment e kalojmë, kur do e kalojmë, kemi bërë një ndalisë, kemi bërë për llogaritjet, listimet e tjera, por jemi në momentin që nuk po bjem dakord atë që e citoi edhe pak Petriti me ujësjellsin në Korçë për efekt të tarifës që ata mbajnë si agent tatimor. Ata deri në këtë moment mbajnë 2% për Bashkinë e Korçës edhe për Bashkinë e Devollit, të cilat e kryejnë këtë shërbim ndërmjet ujësjellsit se e kanë patur prej vitesh. Në momentin që flasim, ku aty ne kemi kërkuar të jemi bërë pjesë të kthejmë të jenë ata agentët tanë tatimor për efekt të vjeljes të taksave, Drejtoria Agjencia Qendrore e Ujësjelljes Kanalizimeve, e cila është dhe aksioneri kryesor, kërkon që kjo tarifë të shtohet nga 2 deri në 3% dhe ne nuk po bijem dakord tek 3%-i, nuk po bijem më shumë dakord të bashkitë të tjera siç është Bashkia e Korçës, e cila pagesa është më e madhe se e jona, patjetër se edhe sasia e vjelive është më e madhe, dhe jemi në diskutime sipër, ndoshta për të gjetur një të mesme, as 3 as 2, po tek 2.5, të shpresojmë që do të bijem dakord shpejt dhe ne t'ja u sjellim si propozime dhe të lidhim akt marrëveshjen për të vazhduar punën. Faleminderit. Kemi gjë tjetër? Tek raporti drejtoresh. I tham të gjitha. E kalojmë votim atëre? Kush është dakord? Kundër? Nuk ka, abstenim nuk ka, miratohet pika 10, raporti i 4 mujorit parë të monitorimit. Kalojmë tek pika tjetër e rendit të ditës, pika 11, projekt vendim për miratimin e programit të transparencës të Bashkisë Maliqit. Përshëndetje, Komisioni i Rregullores dhe Çështjeve Juridike u mbledh sot dhe aktualisht është për të miratuar një program model të transparencës për njësitë e veçeverisjes vendore, por është një procedurë që bëhet çdo vit, por këtë radhë për herë të parë ka një ndryshim sepse në këtë program përfshihen dhe informacione për këshillat bashkiake. Pra çfarë procedura ka Këshilli Bashkiak, informacione që bëhet publike për kërkesë, informacion rreth komisioneve, për kushtet rregullore të Këshillit të njësitë e veçeverisjes vendore, për veprimtarinë e Këshillit dhe komunikimin publikun dhe aspektet e tjera, si dhe për dëgjesat që bëhen. Dhe mendoj
që ky program është një program model që duhet të miratohet, mendoj që do marrë dhe mbështetjen e të gjithë kolegëve këshilltar. Nëse kryetari mund të shojë diçka më shumë rreth kësaj, ju falenderoj për mirë kuptimin. Unë mund të them diçka, ky është një projekt që bashkia e vazhdon të realizojë me mbështetjen e bashkive të forta, por besoj që brenda materialit ka dhe disa gjëra që duhen trajtuar. Unë kam bërë vërejtje në kuptimin e grupit që ka punuar me këtë punë, po marr disa, po them, numri total i punonjësve që punojnë në administratën e bashkisë. Po ta shikoni në material është 602, në fakt nuk është 602, por është 159. Dhe sa janë femra nuk janë 105, por janë 91. Janë ca lapsuset të cilat varet në kënd vështrime kanë parë. Nga ana tjetër, punonjës mbështetës në shkolla. Kryetar, më fal. Është tjetër kjo, është për programin e transparencës që bëjmë, është pak më mbrapa kjo. Ndjes. Është pak më mbrapa. Pas e kishit raportin e performancës, ndjes. Është pak më mbrapa, është në kuadër të transparencës. Nuk kam asgjë për atë. Po në këtë vit është shtuar edhe një fokus tek transparenca e anëtarëve të Këshillit Bashkiak për të bërë një prezantim të shkurtër. Nuk kam asgjë për atë, jam okay, jemi në rregull për këtë. Kemi gjë tjetër atëherë te kjo nga kolegët të paktën? E kalojmë votim, kush është dakord? Kundër? Nuk ka, abstenim nuk ka, miratohet me 18 vota pro. Dhe kalojmë tek pika tjetër e rendit të ditës, që është pika 12, dhe konkretisht projekt vendim për miratimin e listës përfundimtare të përfituesve nga programi i subvencionimit të qerasë. Komisioni i lirë. Janë 4 veta në kjo lista, 3 kryefamiljare dhe 1 kryefamiljar. S'ka do miratuar lista përfundimtare përfitimit të qeras nga buxheti i shtetit, nga të ardhurat që ka bashkia nga buxheti i shtetit, ne jemi dakord. Faleminderit. Është miratuar herën e parë, paraprakisht, tash i kanë ardhur fondet, kështu që mendojmë që ta kalojmë për votim. Kemi gjë ndonjë pyetje këtu? E kalojmë votim atëre, kush është dakord? Kundër? Nuk ka, abstenim nuk ka, me 18 vota, miratohet. Faleminderit. Kalojmë tek pika tjetër e rendit të ditës, pika 13, projekt vendim për miratimin në parim për dhënien në përdorim të fondit pyjor për ndërtimin e kullave eolike nga kompania WP Morava SHPK, për të cilën është realizuar edhe një dëgjesë me banorët para disa ditësh, ku në fakt nuk keni marrë pjesë, paktën edhe këshilltarët e zonës. Banorët janë shprehur dakord parimisht, kishin vetëm disa sugjerime të vogla dhe konkretisht ishte në një shërbim apo investim që kompania mund të bëjë për komunitetin atje, për në infrastrukturë apo në objekte publike, shkolla e të tjera. Gjithashtu kishin kërkesë për mundësinë e punësimit të banorëve vendas, nëse kompania do të nisë punën. Kishin dhe i merak tjetër për punën e shpërthimeve, që projekti të realizohet po të mos ketë shpërthime. Mbase duke parë që kompania ishte përfaqësuesi Favinës, një kompani e cila merret me prodhimin e inerteve, kërkuan që të paktën mos ketë shpërthime gjatë zbatimit të projektit. Pastaj në finale ishin dakord. Ka ndonjë pyetje? Mund të shpjegoj diçka. Tani, kjo është unë e quaj një gjë pozitive. Është një projekt, nuk është projekt vetëm i bashkisë tonë, por është një projekt rajonal për bashkinë e Devollit, bashkinë e Korçës. 2 bashkitë e tjera e kanë dhënë miratimin në parim. Nuk është vendosur se edhe aty do të bëhen prova, ka erë, s'ka erë, ja vlen, s'ja vlen. Janë projekte të mëdha që miratojnë rang qeverie. Ne në parim japim një dakordsi dhe shumë mirë që është bërë dhe dëgjesa publike dhe është një gjë pozitive që banorët të njihen. Nuk ka dëmtime të tokës, të pasurisë, të tjera, pasi vetëm
një kull, mund të jenë 2-3 kulla se kam idenë saktësisht. Dy kulla janë. Kështu që kjo është pozitive për efekt, pa tjetër se në qoftë se do të ketë nevojë për punëtore, aty do merren, nuk do merren në vend tjetër. Qëllimi edhe ajo që duhet të vlerësojmë në këtë pjesë është që investohet, nuk dëmtohet mjedisi, edhe i shërben gjithë komunitetit apo për atë të cilën ata. Komuniteti ka rënë dakord, nuk ka ndonjë. Kështu që unë në parim do të shprehesha dakord dhe do kërkoja mirëkuptimin e Këshillit për këtë pjesë. Faleminderit, kryetar. Kemi gjë? Meqense është pjesë e komisionit, do thënë, po ju Nildi e shpjeguat, nuk na lat bend. Po duke qenë se isha në dëgjese, prandaj e kisha dhe si... Patjetër që e mbështetim, sepse ashtu si tha kryetari, është një investim që do ndikojë. Aq sa do ndikojë, se nuk besoj se në punësim do ndikojë. Vetëm në ndërtim mund të ketë diçka më shumë. Ato komandojnë me pult. Megjithatë është një gjë e mirë që aty s'ka probleme as së prishje të ambientit e tjera, kështu që këto iniciativa do të mbështetur. Nuk kemi pse tregojmë konservator ose të ngurtë. Faleminderit. Ne kalojmë votim atëre, kush është dakord? Në parim, kundër, nuk ka, abstenim, nuk ka, miratohet. Pika 13 miratohet me 18 vota pro, faleminderit. Kalojmë tek pika tjetër, pika 14, projekt vendim për një ndryshim në vendimin e Këshillit Bashkiak me numër 19 datë 30/1/2026 për dhënien në përdorim të fondit pyjor kullosor në pronësi të Bashkisë Maliq, dhe është fjala për një sipërfaqe në zonën e Moglicës, ku Këshilli ka marrë një vendim për të dhënë një sipërfaqe në përdorim, por atij projekti i duhet edhe diçka më tepër, një sipërfaqe më tepër apo jo. Prandaj ka nga 20 metra në 100 metra, nuk është ndonjë. Për ngritur antenën, u shërben komunitetit, kështu që. Po, komuniteti edhe aty është bërë dëgjese, komuniteti ka shumë të nevojshme pasi nuk mbulohet me valë telefonike. Jo për shtesën, jo, është bërë dëgjesa për... Dëgjesa për 20 metra i bëm që në mbledhjen e parë, për 100 metra është bërë dëgjesë. Kanë kërkuar vetë, domethënë, banorët e duan se s'është. Edhe gjësa kanë bërë për 20, që ndryshon tek 100-ta. Ka mundësi të marrë, kërkojnë edhe një 2 lymë, se është qatë keqe kemi atje në Majt Malit. Sigur s'ka tokë atje. Vese nuk na tregoj sa mund të përfitojmë nga kjo që i radhë. Këta pjore su e kanë të vështita, sa ta llogaritin. Po ajo është në bazë të tarifave të... Nuk ta them dot tani se Mirë. Urdhë? Si? Jo, sa është përfitimi më këtë telegrafisht. Bashkia është pronë shtetërore, është private, se nuk e... Miraj, sa paguaj sa qesh në tarifa, në zdoj vëm tarifa. Okej. Dakord. E kalojmë votim atëre, kush është dakord? Kundër? Nuk ka, abstenim nuk ka, me 18 vota pro miratohet. Dhe kalojmë tek pika tjetër e rendit të ditës. Projekt vendim për fillimin e procedurave të shpronësimit për interes publik të pasurive private që preken nga zbatimi i projektit Pallati i Kulturës Dimitri Orgocka në Maliq. Komisioni e ka diskutuar këtë. Kryetar, mund na shpjegosh diçka për këtë? Po, kemi një problem në zbatim të projektit, nuk është se projekti në vetvete do ketë ndërtim në atë pjesë, prap do jetë pjesë e lulishtes, a lulishte ka qenë pavarësisht që është kthyer pronarve me vendim gjykate, me vendim të Komisionit të Kthimit të Pronave, është rreth një sipërfaqe rreth 500 metra katrore. Vetë pjesa e ndërtimeve që është aty, Pallati i Kulturës me 2 kate me 3, themi tani bashkë me Çatin, shkolla e mesme në anën tjetër me gjithë rrethimin që është pronë publike, sipërfaqja prej 500 metra katrore nuk mund të ndërtohet aty as nga privati. Dhe në kushtet kur ai nuk ndërtohet, nga ne nuk përdoret se është pronë private,
atëherë ne i kërkojmë Këshillit, po i kemi kërkuar edhe pronarëve, të themi, dhe ata kanë rënë dakord që ne të kalojmë në proces pronësimi për interes publik dhe ta kthejmë përsëri në lulishte siç ka qenë. Dhe ideja është që ajo ngelet një hapësirë gjelbër në shërbim të qytetit, të trajtohet patjetër, të trajtohet më mirë kur të marrë zhvillim dhe zona e shkollës mesme me ndërtim palestrash, me një projekt që ne tashmë kemi realizuar dhe kemi kërkuar financim, dhe ndërtimin atë zonë si nga privati, si nga ne do ta dëmtonte pamjen e asaj zone. Në kushtet që ne jemi duke zbatuar një projekt për lulishte, për një lulishte me vaditje qendrore etj. Unë propozimi që kemi sjellë Këshillit është, ndoshta duhet ta kishim bërë dhe më parë, por le të vrapojmë, të shpejtojmë që ta bëjmë sa më parë dhe ajo të marrë një pamje të bukur, siç po merr gjithë zona aty e qendrës kombëtare e Pallatit të Kulturës. Patjetër drejtoria e pronave po bën gjithë dokumentacionin, se ndoshta mund të keni një vërejtje për mungesë dokumentacioni, një numër pasurie, jo një plan vendosje e tjera. Projekti është i plotësuar edhe me projektin tonë të zbatimit që po bëjmë për lulishten. Në qoftë se Këshilli e kërkon një informacion shtesë, ne mund t'ia vëmë në dispozicion në mbledhjen e radhës. Faleminderit. Unë do të isha shumë dakord, sepse e di atë pozicionin si është dhe shkolla dhe jam në institucione publike dhe bileket do sforcaremi pak, po do të ngelet e shtetit me kurse me komunitetit për të mirë. Se të njëjtën gjë do të kishim bërë edhe atë që dham festimit mes Libonikut, edhe ajo është bërë gabimi që iku ajo punë, kështu që kjo ja vlen që të bëhet dhe të shpronsohet. Unë dua të shpjegoj, po mbetet të rritë. Dua të shpjegoj edhe një moment për pronarët, që edhe pronarët janë të interesuar dhe u bëhet mirë kjo pjesë, pasi ata me ato largësi, me ato kondicione që ka zona nuk mund të ndërtojnë dot. Dhe duke qenë ngelet diçka e vdekur, kështu që më mirë i kompensojmë ne dhe ata përfitojnë vlerën monetare sipas akteve ligjore në fuqi, dhe qytetit ngelet një lulishte e trajtuar. Të njëjtën gjë kemi para bashkisë, por rast pas rasti shikojmë që ne kemi zonat që kanë pronarët dhe ngelen, po ti shikosh si mallpazot, të themi, të pa trajtuara, të pa urbanizuara. Faleminderit. E kalojmë votim. Kush është dakord? Kundër? Nuk ka. Abstenim? Nuk ka. Me 18 vota pro miratohet. Faleminderit. Dhe tani jemi tek prezantimi i raportit performancës, kryetar. Ai komisioni po të kanë mund të shtojnë një gjë, por nga ajo që unë jam njohur me materialin, ka disa gjërat që duhen trajtuar dhe duhen përmirësuar, por ka dhe disa gjëra që dua t'i shpjegoj. Punojësit e mbështetjes në shkolla, ne nuk e kemi me ulje, po jemi në të njëjtat nivele, mos them që mund të kemi bërë një përmirësim në atë. Në lidhje me godinat e shkalla e regjistrimit të vajzave në çerdhe, ne në fakt s'kemi çerdhe, pavarësisht se programi e ka të tillë dhe hedhin edhe aty shifra, po shikoj ta shifra 1799, dhe pse në përqindje 00. Unë them që programi apo ky raport performance duhet të jetë sa më i sakt, jo vetëm për ne, por edhe për komunitetin i cili hyn në faqen e bashkisë dhe kupton ç'ndodh. ndodh. A duhet shikojmë neve që kemi mundësi të mendojmë shumë shpejt që të kemi një çerdhe? Hajde ta mendojmë. Dhe kjo është në atë çfarë ne duhet ta trajtojmë, që të shikojmë ku kemi godina, që të kemi një çerdhe publike që mund të shpërblet gjithë nenave të reja, të cilat cilin kalamajt me ushqim apo pa ushqim. Kjo është për të diskutuar, që ato të kenë mundësi edhe të punojnë, se nuk kanë tera vjerra të mira. Apo nuk kanë tera vjerra, se vjerrat gjitha të mira janë, po mos hap një debat për këtë pjesë. Disa momente të tjera ka të bëjë me mbetjet e gjeneruara kilogram banor, që kam mësuar ulje, dhe kjo është pozitive, se kur bien mbetje do të thotë që ka një përmirësim në menaxhimin apo nuk e hedhin tërë mbetjet për t'i çuar në lëndfilli. Mbulimi i kostove ka pësuar një rritje sipas. Në fakt ne tarifa e mbetjeve në aty ku e çojmë neve ka pësuar ulje tek e përgjithshmja, dhe ndoshta në vlera absolute duhet parë me sektorin përkatës që a jemi të saktë në shifra apo jo. Është një material shumë i gjerë, jo çdo gjë kapet edhe nga muaji i pari, por nga njoja që i njoh gjithë problematikën e bashkisë apo zerat kryesor, disa piketa unë i ngresi kur t'i ngrem bashkërisht si dy institucione për të parë që ka apo jo. Përqindja e familjeve që marrin ndihmë ekonomike. Në material thotë që ka rritje,
në fakt nuk ka rritje, janë ulur numri familjeve. Dhe nuk e di pse del kështu, drejtoria bashkë me sektorin e performancës duhet ta trajtojë, më thanë që kanë futur edhe disa zera të tjera, por në fakt zerat s'mund ta, se ajo që lexon ju mund ta keni në kokën tuaj si ka psuar ky ndryshim, por unë që lexoj them ajo që kanë arritur, jo, në fakt nuk janë arritur, janë ulur. Si punë e këtyre zerave mund të ketë zera të tjera, ndaj dhe unë mendoj kryetar, mendoj të nderuar këshilltar që ekzekutivi para se, edhe pse tani ta kalojmë, nuk e di merr në një miratim apo jo, prezantim të bëjë ato realikimet e duhura që të jetë sa më i saktë në shifra, në vlerë dhe në piketa, të cilat janë shumë të rëndësishme, jo vetëm për ne, por edhe atje ku prezantojmë se ky raport performance do të shkojë në ministri, do të shkojë tek institucionet, të cilat në bazë të performancës edhe të vlerësojnë, edhe të mbështesin e tjera. Shumë faleminderit, kaq kisha. Faleminderit. Ka ndonjë pyetje për raportin e performancës? Jo, nuk ka. Faleminderit. Tani këto ishin pika, tani jemi tek diskutimet të tjera. Së pari dua të t'ju njoh me një kërkesë që i është paraqitur Këshillit dhe përpara se t'ju lexoj kërkesën, dua t'ju njoftoj që në marrim të mbledhjes së Këshillit do zhvillohet mbledhja e asamblesë zgjeruar të kombinatit sheqerit, kështu që do t'ju lutesha të mos largoheni. Atëherë kërkesë drejtuar Këshillit Bashkiak, uni nënshkruari me inicialet ZJ, banuesi i fshatit Rëmbec, njësi administrative Pojan, jetoj në kushte shumë të vështira, pasi banesa ime është e amortizuar. Në banesë jetoj me nënën time dhe me gjyshen time pasi babai më ka ndruar jetë. Me anën e kësaj kërkese i drejtojmë Këshillit Bashkiak Maliq që të më jap leje për të rindërtuar shtëpinë time pasi nga çasti në çast mund të bjerë tavani dhe kam 2 pleq në shtëpi të cilët rrezikojnë për jetën. Kushtet e mia financiare nuk më premtojnë për të ndërtuar shtëpinë time pasi nuk kam të ardhurat mjaftueshme dhe investitor janë disa shok dhe miqtë e mi që do të kontribojnë dhe do të më ndihmojnë për të ndërtuar shtëpinë. Pengesë më është bërë leja e ndërtimit dhe për këtë arsye ju drejtohem ju si organ kompetent. Dua që kërkesa ime të merret parasysh. Ju faleminderit për mirë kuptimin. Domethënë kërkon leje, vetëm leje nga ne sepse do t'ja ndërtojnë disa miq. Shumë dakord, po Këshilli nuk e ka kompetencë të jap leje ndërtimi. Ja, të shpjegoj që unë nuk e di rastin konkret, ndoshta nuk e di zyra e strehimit. Ne kemi të drejtë japim një autorizim për riparim çatije, riparim mure, çarka, që janë kosto minimale, në qoftë se ai personin fjalë, edhe ka shtëpi, edhe jashtë në hall, edhe po i ndihmojnë shokët, dhe pastaj do të bëj shtëpi nga themelet me kolona me të tjera, kjo nuk ndodh. Qoftë se do të bëj me autorizim riparim të mureve dhe riparim dhe ndërtim të çatis, bëhet me një autorizim kundrejt një pagese 3.000 lek apo 5.000 lek, e cila për mua nuk mendoj që është një kosto e madhe, kështu që le të rakordohet ky moment dhe për mua është e zgjidhur në një farë mënyrë. Unë do të falenderoj shumë mirë ata që duan ta ndihmojnë, edhe a kemi raste të këtilla që të ndihmojmë sa më shumë familje. Kryetar, ne vajtëm në vend dhe duke qenë si merremi me këtë punë dhe pothuajse jemi specialistë asaj pune. Aty themele nuk kanë, banesat janë shumë të vjetra dhe si pasojë muret janë zhvendosur dhe kjo do një rregullim si po të them themeleve, kështu që nuk mund të bësh një mur pa rregulluar themelet. Dhe ka disa vende që ajo duhet prishur e gjitha deri në fund dhe të rindërtohet. Se ne kemi parë në terren. Unë ligjërisht mund të them vetëm këtë, që ne japim lej për riparim muresh, që është kjo që thuaj ti, për ndërtim çatije dhe riparimi mureve dhe ndërtimi çatis rregullohet një shtëpi. Unë kaj ditë them për mua, nuk mund të them gjë më shumë se kaq, se pastaj e shkelur rregullin. Kështu do të bëhet ajo, kryetar. Kështu do të bëhet, do riparohen ato pjesë që janë të dëmtuara dhe Atë Nildi, më fal. Po. Atë deklaratën apo këtë çfarë tha kryetari, autorizimin ta marr pa pagesë. Mendoj unë. Një papages, ne mund të japim 3.000 lek apo 5.000 lek në ndihmë të kësaj familje dhe ajo më vetë marr autorizimin se s'mund të japim ne, se do hapim pasaj. Ne mund të hapim pasaj për të gjithë të tjerët, por nuk është problem kjo, nuk besoj se është problem kjo. Po përderisa që varfër është. Se pasaj fillojnë na i quajnë edhe. Po urdhë.
Jemi tek të ndryshme, po. Është në të ndryshmet, duhet ta filloj një herë. Ajo nëna atje kryetar ka ardhur disa herë, ne kemi bërë një vendim të Këshillit, si e ka problemin, edhe ne kemi bërë një vendim, ajo thotë kam biseduar do ta zgjidhim. Kush e ka se më vjen keq për moshën një. Ta kalojmë atë tuajsin të verës. E para, ja 1 minutë nëna. E para. Nëna 1 minutë. Kemi punë aty ne prandaj. E dyta që desha të shtronja. Një disa ankesa që kam nga qytetar. Duhet falenderoj një herë juve dhe bashkinë që për shtrimin e rrugës që bëri në Moglit, Zërejtë e përpjet. E kemi parë nëpërmjet Facebookut, do të vëmë ta shikojmë edhe mundësisht po të Ndushar vjet me taksi tani. edhe kështu po më thon, po do vëmë të edhe ftoj dhe kush do i këshilltar se është edhe festa datën 6 qershor në Teqia e Vrapskës. Ajo është edhe festë e qershive, Po, janë 2 festa, është edhe ajo e Qafës Gjabrit, po atë se përmend njëri, po është festa kështu. Edhe të them edhe ty si kryetar po deshe të vejmë atë ditë edhe ta shikojmë ca gjëra, do bëhet mirë. Edhe ta shikojmë dhe ta. Dhe 1-2 probleme që kam në lidhje me ndriçimet. E kam ngritur sa herë, më thonë në Vloçisht, ka vajtë edhe Eri fola dhe sot, ka para aty për 2 drita atje bëhet problem, marrin njerëzit të shikojnë se ashtu. Dhe aty në rruga në Libonik kemi lënë bashkërisht një llaf që të bëjmë atë kanalin që është i hapur, tash është zejt, për të futur tubot. Plus asaj është çarpuseta dhe e urat e zeza që kalojnë edhe të felmza ato janë të hapura. Është çarpuseta, mund të bjerë në njëri e makina të tjerë. Dhe komunikova ditën e radhën e parë me këta të policisë bashkiake, se ishin ca makina të mbetura rrugashtë dhe një makinë si këtu ka dhe plot tjera. Duhet i krej policia bashkiake ato makina që nuk ndizen t'i heqin nga rrugët, sepse pengojnë makinë e plerave, pengojnë shumë gjëra. Dhe një diçka aty tek familja Kanani, u është thënë për të hedhur ato që e kemi parë edhe së bashku, për të hedhur pak zhavor aty. Nuk është ndaj madhe e madhe që t'i ngrihet pak pjesa ndaj mos u hyjnë ujrat brenda, e kemi parë aktualisht. Këto desha të thoshja, ju faleminderit edhe inshallah. Faleminderit. Ato 2 zonjat. Ja. Jo Vasilika, ajo zonja mbrapa. Cili është shqetësimi jot? Makinat u hoqën mjetet aty. Makinat ai do rruga atje. Tani kërkon rrugë. A ka aty ka ardhur komisioni dhe duhet përcaktuar a ka rrugë. Po s'ka rrugë, ne nuk bëjmë dot rrugë. Ti do rrugë apo s'do rrugë? Po nuk ka rrugë atje. Nuk a je që s'ka rrugë. Kuptova. O gjie, kur lihet rruga nuk është e njerit apo rruga është e të tërëve. E të tërëve kredi, po tokën që kam shitur, e kisha tokën e vjetë. Edhe kur e kem shitur tokën, edhe nati që ka zërë palën 3 metra. Edhe shqiptri që e veti la 3 metra. Po si e la 3 metra? Ajo po e ka tokën e ka të tij, e bën si doj. E veti e veti që la 3 metra. Nuk e di, duhet ta shikoj se ndoshta ky lloj diskutimi nuk është për Këshillin, nuk ka çfarë të bëj Këshilli për këtë pjesë.
O gji, më dëgjoj një moment. Rruga nuk ka të bëj me kartat tende. Ne I kemi hartat e fshatrave dhe në një fshat. Po ka rrugë, po s'ka rrugë, s'ka rrugë. Po s'ka, cili është shqetësimi jot tani? Ta diskutojmë më vete se unë nuk po të kuptoj ti do rrugë apo s'do rrugë. Para atje në vend. Po s'ka rrugë në rregull. Kryetar do para atje në vend. Pa I ka rrugë tjetër. Po nga do kaloj aty? Po tani çdo njeri ka të drejtë të kalojë në një vend. Ta shikojmë atëre, ta shikojmë dokumentat. Çfarë të them? Po? Keni bërë një kërkesë për taksat, po? Me zi dëgjohesh, nuk po të kuptoj më mirë. Kam të altë, kam burën e kemi, 2 muaj në shkojnë Tiranë, nuk e një korqë atë. Operuar aty është Tiranë bypass. Plus asaj ka tension, diabet, më kupton? Dhe unë nuk e përballoj dot tash. Jo se janë shkalova e s'ka gjë taksa. Ka bërë një kërkesë para 2 ditësh. Tash do, ka 2 muaj. Gjithashtu edhe kryetari ka bërë një kërkesë. E ka takuar një mënyrë. Nga kjo. Unë në bashki 3 herë kam shkelur kësaj bashki edhe nuk mi me, frasja nuk duazë, vetëm këtë. E kuptuam. Të shkuar apurit. Përshëndetje, familja ka bërë një kërkesë para 2 ditësh. Ne do bëjmë verifikime dhe do ta paraqisim në këshillin nëse është e nevojshme. Po, rasti është problematik faktikisht. Rasti është problematik, ka nevojë, tani nëse ju shikoni të arsyeshme. Po. Po është rasti siç po dëgjojmë problematik të ndihmohet zonja. Dhe nëse është e mundur futeni që kam në lagje e di kush është. Mos e vonoj. Duhet patjetër të japim që sot një mas shpërblimi. Bjem dakord ta shtojmë tek ato familjet në nevojë. Kush është dakord? Kundër? Nuk ka. Dakord, mirë. Kur të zbardhet vendimi, Ermanda? Me që se jemi të ndryshme, të di që kryetari do bezdiset një qik, po. Unë e falenderoj për investimet që ka bërë qytetë, pa e lagjerimin që ka dhe lartë. Do ca problematika. Dhe ke premtuar për një asfaltim të asaj rrugës mbrapa. Kalojmë ajo kombinatit është. Po, do desha t'ju bëja thirrje grupit majorancës të sillni propozimin për antarin e Këshillit të Qarkut, pasi kemi një vend vakant dhe ka qenë një vajzë dhe duhet të zvendësohet me një vajzë, besoj të paktën sipas kritereve. Po ka ngelur mbrapa kjo pjesë. Ndoshta mbledhjen e radhës. Mirë, kjo ishte mbledhja e Këshillit, faleminderit. Tani vijoj me mbledhjen e